Ashtu si të gjithë vendin edhe në Shkodër, qytetarët e shumë dolën në protestë pas ditën e së shtunës. Marshimi nisi nga sheshi para katedrales së Shkodrës për të vijuar përgjatë pedonales dhe për të ndalur përballë godinës së Bashkisë Shkodër. Në fjalimet e tyre qytetarët u ndalën tek një sër çështjesh ku kryesorja ishte ruajtja e pronës. Jeni shumë të mirë, vazhdoni dhe qëndroni të fortë, se ky vend është vend floriri, edhe njerëzit i ka të zgjuar, ku na kanë programuar me majhur, mos me fol, mos mu anku, na kanë rritë që shpimat i din, mos mu anku, mos me fol e me duru, kështu kjo gja, tash vazhdon. Por jo i them asaj shoqës teme që s'muhet me fol. Kjo gjë sot nuk vazhdon kështu. Kjo gjë sot ka marru, se ne nuk kemi vdek, se dia vetëm rritet dhe ignoranca përfundon në burg. Është tjetërsuar Rjolli, është tjetërsuar Zvërneci, është tjetërsuar Nata, Porti Durrësit, të gjitha trujet shqiptare u tjetërsuan. Të gjitha trujet shqiptare ju hoqën pronorëve. Ne jemi këtu sepse jemi të lodhur. Jemi të lodhur që në 2026 të jemi pa ujë, të jemi pa drita, të jemi pa rrugë, të jemi pa transport qytetas, ndër qytetas, të jemi me ilaçe të skaduara, të jemi pa trajtim shëndetësor. Jeni këtu sepse laku i litarit ju ka rënë fët, asa nuk mundeni me duru më. Tanë flasin për Zvërnetin, tanë flasin saket është me huk disa hapësira. Ka të shsa ditë që unë i baj një pyetje vetit. Pse zoti kryeministër don me zhvillu vendin me pikërisht 22%, një vend që është në 22% hapësira të mbrojtuna, pasuri natyrore. Pse kryeministri i vendit thotë se vendi jo po zhvillohet, ndërkohë që kur shkon në spital duhet me dhënën shpejte, duhet me njoft dikën. Pse kryeministri i vendit thotë se vendi jonë po zhvillohet, ndërkohë kur duhet me shku në arsim dhe nuk ka më nxënës. Kena artu që ti tregojmë njëri tjetrit se jena bashk dhe nuk do të shkputena. Kanë ardhur nga Durrësi, kanë ardhur nga Vlora, kanë ardhur nga Mallokastra dhe nga gjithë Shqipëria për të qenë në Rjoll, për të dalë zot Rjolli. Ne kështu duhet me kenë bashk edhe thellë, edhe gjithkund në territoret e Shqipërisë. Sepse komunizmi nuk ka ikë. Ne së bashku do ta zhdukim komunizmin dhe ta krysha që janë këto. Sot jam këtu sepse Shkodra ka shumë arsye me protestu, prandaj jam këtu me ju. Po të shikojmë rastin e Zvërnecit është si 2 pika ujit e njëjtë me rastin e Rjollit. Bravo! Ne duhet me protestu për Rjollin, duhet me protestu për Threthin. Bravo! Pa tjetër që duhet me protestu edhe për ndërhyrje që do bëhen vazhdimsi për sa i përket ndërtimeve 20 kaqen livade. Kjo është edhe kriza e re mjedisore që do ta kapin qytetin e Shkodrës. Edhe pas ditën e kësaj të diel është planifikuar një tjetër protestë ku marshimi do të nisë nga Truma në orën 18.